Para se me u përshëndet për munis, nuk na ka hije pashat madhen Allah. Që dikush prej neve ta përcjell dikan haxhi, apo të shkoj haxhi e mos flas me vëlla, me motra, me dikan o musliman. Mos e nis për hax. Nëse nuk flet me vëlla, me motra, me kojshia, mos e nis për hax. Se gjasat janë shumë të mëdha që mos me dhon provimin që ç'dohet atje. Krejt musliman të botës, ama krejt, të shkolluarët, pa shkolluarë, arabe, jo arabe, këtë botës, andër e kanë pas, dhe kanë me pas, sa të dynjaja, me shkull qabe njëherë, dhe parën ma të shtrejten, që kanë me ma shumë të njerëz, kanë me rujt, e kanë rujt, edhe kanë me rujt edhe në të ardhmen, për që të ullëtim, sepse kanë ullëtim historik, ullëtim drejt knatësis, razis të madhe të Allah, për ata haxhiu quhet musafir i Allahut, e kush e pret musafirin, më mirë se sa Allahu. Tani ti kur çka ish atje, shkon në një vend ku aty kanë shkel me kam të tyne krejt pejgamberët e Allahut. La ilaha illallah, prej Ademit alayhi salam. Sa herë ka zbrit me leku Gjibril në atë vend, sa me laqet janë zbritur në atë vend, sa duaja është bërë në atë vend, sa gjenahi falet në atë vend, sa milione haxhi gjatë historisë kanë shkuar me kallabllak gjenahe se na qështu, ama janë kthye që që kanë lindë nanat e veta pas një gjena. Nëse mund është haxhiu kur të vjen, me shku me ka për qafe dhe me puth në balë, e me thonë lëtë për mu, sepse halas se ke zhyt duart në gjenahet e dynjas. Atë shumë haxhit ngritën e spastrohen të i madhe Allah, që drejtët me sënuti, mënyrë që nëse të nëzën vdekja, me tarë vdekja e mirë, sepse një kallabllak, ama kallabllak shumë i madh, nuk ka pampor, i theshëm të njerë pampor, tren që më një banë gjënahet tona me bë me hip, me qitë në për vagona, me që ato gjënahet i e shku atje, por i e këthyje i let, pa gjënahet, ku ka dharat më të madhe. Ama për me arrit që të dohet me spasru nefsin, shpirtin, nëse ki njerëzve ju ke hynë hak, lypja u halalin, ktheja u haku njerëzve, se Zotit së një jam shef. Dhe nuk mjaftan vetë me thonë në Zot falum, e robi, Zotit nuk ta falë hakin tem ty, se është hak i jam, pse më hinën hak, pse ka bo lyp halal, njerëzije nana, spastro zemrën, ripërtrije njetin o Zot, na mundësa, që ta kem për hatër tëndë, këtë ullëtim. E çdo vend që shofëm atje, e çdo detyrë që e kryjnë atje, o Zot mësën t'ja dhojnë hakun, e pranëna ja Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Haxhallar të ndëruar, kryetar, i ndëruar kryeimam, koleg, haxhiler të ndëruar, vëllezër dhe motra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qetëseku kryeimami, jemi mbledhur sot në këtë shtëpi, për shtëpiave të Allahut, për më një rast shumë të veçantë. Me një rast të veçantë, për të përcjellur njerëzit e veçantë në një rrugë të veçantë, në një vend shumë të veçantë. Vetë emri haxh është shumë i madh. Shumë i madh. Mjafton që i madhi Zot e ka bërë shtyll prej shtyllave të Islamit. I madhi Allah këtë haxh e ka veçuar, e ka përzgjedhur, ku muslimanit i ja ka obliguar, i ja ka kushtëzuar, që së paku një herë në jetë të shkoj në atë vend të bekuar. Ne e falëm dreken, a shpenzuam para? Jo, shpenzuam pak mund. Atje e kemi dhanë apo jepëm zeqatin. Nuk lodhemi fizikisht, por shpenzohemi materialisht. E që është ibadet me para, namazi ibadet me trup,
E haxhi, ibadet edhe me para, me rrezik që ta ka thënë Zoti, po edhe me trup tonin. Pra me krejt që ka posedon, edhe me ndjenje, edhe me emocione, me krejt që ka posedon robi Allahut, i drejtohet ati vendi të bekuar. Andaj haxhi është shumë i veçantë dhe po të nalet të robi veç i të pik me studiu mërkohë gjatë. Mjafton që haxhin Allahu e ka lidhur jo vetëm me zbritjen e Koranit, e që është legislacioni jonë, shariati jonë, ligji jonë, por e ka lidhur edhe me Ibrahimin alayhi salam. Zaten aty fillan, ku Allahu i tha Ibrahimit alayhi salam, o Ibrahim, pas e ndërtej shtëpinë e Zotit, la ilaha illallah. Burri më i madh i dunjas në atë zaman dhe në të gjitha zamanet, derisa erdhi në sternip i tina, e që është pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allah e ngriti pak më lart. Përndryshe, më i dashur i Zotit, Khalilur Rahman, e përzgjedhi Allahu atë me ndërtu shtëpinë më të dashur të Allahut, madje shtëpinë e parë. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata. Shtëpinë e parë, xhaminë e parë. Tash mas 5.000 viteve parafërsisht, të përzgjedh ty Allahu prej Rahavecit, e pe fshatrave, e pe maleve, e pe lugave, që deri djemi ka në përlëqen balt e me therra. Kush e ka njoft Rahavecin, ose ka tonë Rahavecin, ose mu e ty, si njerëz. Por në njeh Allahu. E kur Allahu urdhëroi Ibrahimin me i thirr njerëzit për haxh, dil tha thirrë për haxh. Tha, o Zot, se shpinë ke marru, tash me bë tavaf, me vizitu këtë shtëpi, ziaret me bë. O Zot, kanë me thirr. S'ka njerëz? S'ka. Në Mekja s'ka njerëz. E Allahu i tha, dil thirrte, të ftoj. Unë e marrë me sipër mjavë që uzanin të anatja atyne. Unë e marrë me sipër. Ajo është Zot, Ibrahimi ka shku, ka dek, por Allahu ka me gjallë, dhe ajo është i gjallë, dhe nuk vdes të bareke wa ta'ala. E ajo ftes ka dëpërtu në mendjet e në zemrat e këtyre muslimanëve. Dhe gjithku në përbot, dhe i përgjigjen kësaj ftese, dhe thoi lebek, Allahume lebek, urdhëra Zoti jam, urdhëra Zoti jam. Të përgjigj në atyune me krejt që ka kërkon te dhe që në ka mundësi. Urdhëra Zoti jam. A ke lyp me arë këtë vend, Zoti jam, më ke thonë mu po. Unë kam pare, por ti ke thonë marë edhe me trup. Unë edhe me trupëve Zoti jam. Dhe i latë të tanat, për hatër tanë. Madje knaqem shumë që vinë atë vend. Pra haxhi është udhëtim shumë i veçantë. Dhe shumë mirë the i nderuar në fillim, janë njerëzit më të mirë. Kër imami kër foli, Allah shpërbleft, kryetari, janë njerëzit më të mirë që i ka përzgjedhur, e ka ftuar Allahu dhe këta i përgjigjen ftesës së Zotit. Ky haxh si shtyllë ndërlidhet edhe me punën e grusë, se kemi një numër të motrave që shkojnë haxh. Është mirë çdo motër, po edhe çdo vëlla, çdo burrë e gru. Kur shkon në haxh, s'ka çare pa shkuar në Safa dhe Merva. E qysh mbetë Safaja dhe Merva? A nuk ndërlidhet me Haxherën alayha salam? A shoft që ka bëj madhi Zot, një pjesë shumë të rëndësishme të haxhit,
mund ndërlidh me një grua shumë të madhe. Për mi të regu e grave se kanë rëndësi dhe peshë shumë të madhe dhe mujnë me bë punë shumë të mëdha. Sepse të gjithë ne jena bej të nanave, të grave, tana jena. Andaj me kontribu në edukimin e evladve dhe me kuptu se çdo nanë mund bën shumë, mund bën punë të mëdha. Pra udhëtim shumë i veçantë, në një vend të veçantë. Krejt musliman të botës, ama krejt, të shkolluarët, pa shkolluarë, arabe, jo arabe, këtë botës. Andër e kanë pas, dhe kanë me pas, sa të dynjaja, me shku në qabe njëherë. Me shku në qabe njëherë. Dhe parën më të shtrejten, që kanë me më shumë të njerëz, kanë me rujt, e kanë rujt, edhe kanë me rujt edhe në të ardhmen, për që të udhëtim. Për që të udhëtim. Sepse kanë udhëtim historik. Udhëtim drejt kënaqësisë, razisë të madhe të Allah. Për ata haxhiu quhet musafir i Allahut. E kush e pret musafirin më mirë se sa Allahu? E kush e ndëron më mirë musafirin se sa Allahu? Tebareke ve Teala. Andaj haxhilerët e kanë për detyrë, deri tani e kanë kuptu pjesën e parë dhe kanë kursy parë dhe jenë lodhë, jenë mundu për marrë deri tek nisja. Shënimi e emrit, regjistrimi e pagesë e tjera. A më tash kur dojnë veç më nisë dhe pasit të nisen, do të me kalu një fazë tjetër. Më pregaditur psikikisht e shpirtërisht për këtë udhëtim, për kënaqësi të mëdha që kemi përjetu, po edhe lodhjet ndoshta, sepse pjesë e udhëtimit, pjesë e çdo udhëtimit është edhe lodhja. Vendet e shejta të cilat kemi pa, e kemi i shkel, e kemi adhuru, kemi rënë sejdën to. La ilahe illallah. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e bëri haxhin. Ai Zoti lindi atë. Por ka derët e Zotit, pjesë e historisë, e ka derët e Zotit, e dubu u largu. Ama shpirti me të atë, zemra e me të atë. Zemra e me të. Dhe i bekuar të regoj për shejtrinë e saj qabe, e ati vendi. Dhe kur e bëri haxhin e më fund, tha ju njerëz, mërën e prej meje haxhin, pra veshgomni e përcilnëm një detaje. Sepse kjo është pjesë e dini që ka me metë për muslimën deri në kiamet. Tani ti kur çka ish atje, shkon në një vend ku aty kanë shkel me kam të tyne krejt pejgamber të Allahut. La ilahe illallah, prej Ademit alayhi salam. Sa herë ka zbrit me leku Gjibril në atë vend, sa me laqet e në zbritën në atë vend, sa duaja është bërë në atë vend, sa gjënahi falet në atë vend, sa milione haxhi gjatë historisë kanë shkuar me kallablak gjënahi, se na qështu? Ama janë këthyje që që kanë lindë nanat e veta pas një gjëna. O, muslimon. Andaj faza dytë është robi, këtë rast haxhiu, me momentin që nise për në tanë, mëse mërë me këta këto. Mëse mërë me këta këto. Këta leja Zotit. Leja Allahot. Thëjo Zotit jam. Unë po vetë të ti, e këta po të la ty. Zotë jam këta ty po të la. Unë jam musafiri jyti. Të më këthirë po të përgjigjem, këta po të la. Dhe këtu ndërpreje, tashmë Zotë jam më fokusohna
Mu afru sa ma afër teje. Andaj me ibadet, me njetë mirë, po para se me u përshëndet për munis, nuk na ka hije pashat madhin Allah. Që dikush pej neve të përcjell dikan haxhi, apo të shkej haxhi e mos flas me vlla, me motra, me dikan, o musliman, mos e nis për hax. Nëse nuk flet me vlla, me motra, me kojshia, mos e nis për hax. Se gjasat janë shumë të mëdha që mos me dhon provimin që shdohet atje. E të shpreson më ngritë të Zoti shumë. O musliman, ulemat kanë thonë, 3 lloj njerëzish, ulemat e selefëve, 3 lloj njerëzish. Ai cili mas Ramazanit, nëse vdes mas Ramazanit, nëse vdes mas të kthehet pe lufte, dhe nëse vdes mas të kthehet pe haxhit, shkojnë e marrin drejën e shahidit. Sepse ka bëj ibadet të madh. Dhe kanë thonë, nëse mundesh haxhiu kur të vjen, me shku me ka për qafe dhe me puth në balë. E me thonë lutë për mu, sepse hala se ke zhyt duart në gjenahet e dynjas. Atë shumë haxhit ngritën e spastrohen të i madhi Allah, që dërejët me sënuti, nërë që nëse të nëzanë vdekja, me tarë vdekja e mirë, sepse një kalablak, a më kalablak shumë i madhë, në ka pampor, i theshëm të nërë pampor, tren që më një banë, gjënahet tona, me bë me hip, mi qitna për vagona. Me që ato gjënahet i e shku atje. Por i e këthyje i let, pa gjënahet. Ku ka dhërat më të madhe? A më për me arrit që të dohet me spasru nefsin, shpirtin. Nëse ki njerëzve ju ke hynë hak, lypja u halalin, këtheja u haku njerëzve, se Zotës unë jam shef. Dhe nuk mjaftan vetë me thonë në Zotë falum, e robi, Zotë nuk ta falë hakin të am ty. Se është hak i jam, pëse më hinë në hak, pëse ka bëva, lyp halal, njerëzia nana, lyp halal, s'pastro zemrën. Repërtri e njetin o Zot, na mundësa që ta kem për hatër tëndë, këtë ullëtim. E çdo vend që shofëm atje, e çdo detyrë që e kryjnë atje, o Zot, mësën t'ja dhojnë hakun, e pranën a ja Rabbel Alemin. Sa shumë kanë folë ulemat për punën e haxhit, udhëtimin e haxhit. Kur e sheh qabën sefte, momentin që e sheh qabën sefte, kanë thënë ulemat prej kohrave, vendeve, ku doja nuk kthehet mrapa pranohet, kur e sheh qabën sefte. La ilahe illallah, shpinë e Zotit. Lutë Allah. Din Islama kjo muslim. Atë Zemzem, ato i të bekum që ka beku i madhe Zot. Atë Arafate, atë Mine, Muzdelife, vende që Zot i ka zgjedhur. Të bareke vë ta'ala. Krejt këtu edhe tani shtohet e në Medinë, Zotë ndëroft, hafuzin që në freskema të ilahi, tanë me shku taj Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallem në atë Medinë, e me kënaq shpirtin në gjami tina, afertina, me kënaq shpirtin, e me kujtu atë burë të madhë amelet e tina, qa ka hije kaj për neve? Thire njëherë një grua në radian televizion më rëndësi, o duke në zasë është e vjetër. Për përmene sepse e publikisht kësë, pat kur gjatë të të më sheft. Tha o hoqë, e kam lezu në liber tanë për pejgamberën. A jam në zdikim ja tha libri të rruga ndërquar. Tha po, shumë kishje kaj për neve. Dhe ja nisi me kajtë, pasha zote, thashte pas ka marrëvesh liber ma mirë se one që këmë shkru.
Me 2 fjale e përshkërojti. Ti e pas ke ndije librën ma mirë se sa autori që ka shkru. Shumë tha pas ka hjek dhe anisë me kajt. Për neve musliman. Bereqeti fjales tina, që ku kam rrisat këto. Dhe dini Allahut, që Zoti ja besej këti burri, Allah ja besej e për zgjodhi, dhe bërë misionar të parë, e pastaj shokët e ti dhe të tjerë gjenerat pas gjenerate dhe herisat, e rujtën dinin. Nuk arriti as partia komuniste, as e dreqit, as e të birit, as me shujt këtë din. Sa më pëlqyjnë fjallët e hoxhës që tha, kur s'kem pas haxhi ma shumë. Përmi 70. Me nëherë mu më këthyje legjika jam memoria, 130 haxhi një kom përjetu në 88-ën. Në Medin, talebe, me mjek e me hoxhallar o dhe hese që kanë qene me kakre. Ndërsa sad, mi dhe dhanë mundësia baki veç për ahve se bohë 130. Kja nuk të reganë se dini jo në është hak dhe sad dhe që luftoj njerëzit dhe sad për luftojnë, veç jo sikur sistemi komunist për metoda tjera, prap se prap dini Zotit për hecë. Se din hak është i Zotit. Ky din e ka Zotin. Që ka thonë Abdul Muttalibi, prapë këthejmë të qabja, o kanë shku në një faroshtëri, i mërzu qabën, pe Jemeni të nësen, pejgamberi qatë vetë ka lindur, kështu shkur në për histori, dhe i thanë aty në të Mekës, kërë plaki ty në Abdul Muttalibi, gjyshi pejgamberit, thanë, po vjen një ushtëri e madhe, s'ke pa kur, s'ke më dëgju ka që madhe kur, me elefanta, me ka me deve, me për toke, dalim të qysh, s'kemi një kur, që ka me ba, jenë nisë me në rëzu qabën. Tha, jaj. Kja qabë ka në zëtë. A i vetë nuk ishte musliman. Por ashe bindja, se qabja ka Zotin. O mënu me negociu me ata, nuk arriti më marrëvesh. O këthyje, edhe e tha burra kap një gradë dhe në për kodra. Mësile një thmine granimin poshtë, dhe në për kodra jo. Me elefanta në kodra së në hipë, bile të mbrojnë a vetën. E shpisë Zotit qabës, tha këta kje ka Zotin e vetë. Ka me mbrojtaj. E mbrojti Allahu? E mbrojti. Dhe për këte zbriti surën, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. A nuk e shete se çka i bëni Zoti aty asaj ushtrisë elefandit e bëri cap. I madhe Zot. Edhe dinin Allahu e ka ruajtur, e runë dhe ka me ruajt. E tani neve na teston na provon neve. Që këna marrë godzim me mënu qëto shalla, qëto gjybe. E nuk e dim Allah ha dënë men për neve na dënë hajrin, e me na që unë gjenet, apo thjesht është një sprovë, e nuk e dim që abë Zoti me neve, por është emanet shumë i malë. Nuk ka emanet më të malë. Dhe ke din është emanet, o musliman. Ke din është emanet. Andaj, pa dashën në zatër më shumë se thashër biseda për haqë, është aqë ndjeshme, aqë dhimshme, aqë ambert njëjtën kohë, sa që robi knaqët e folë dhe harran edhe kohën, por koha ju është shtrajt dhe keni të gjithë edhe angazhimet i tjera. Për fund mundoheni në maksimum edhe një këshill që të angazhoheni pra me ibadet me ndërlidh me atë që thash më herët ju haxhi, mos e merr me këta këto, por merrnu me gjenahet e juve, e për këta këto mjafton më lutju për ta, e për vendin tonë, e për popullin tonë, po edhe për muslimanët në përgjithësi. Mundoheni me fitu fitore të madhe, sepse s'ka fitore më të madhe se sa që shtash më herët, robi mu këthyje i pastër për i gjënahëve, që shë ka lindana vetë, o lë haqëll me brur,
lejse lehu gjezaun illa lë gjenne. Haji me brur Kabul e ka nish problem, gjeneti edhe kaq. Allahu aletsoft udhtimin këtyne haxhive, ja Rabbel Alemin. Allahu aletsoft me shkue shëndash e mirë, udhtim të lehtë, e me krye detyrat, obligimet, mënyrën më të lehtë, më të mirë, ja Rabbel Alemin, e u apranoft haxhin të gjithë këtyre dhe këtë haxhive tonë dhe të tjerët të cilet shkojnë këtë vetë, e sigurisht që ne a kemi lakmi, a kemi zili, që shkojnë, po është mirë, mja pas njerit lakmi për së miri, mja pas lakmi për së miri është mirë, ndaj se kena gjona që i lakmojnë aktyne që po shkojnë. Elhamdulillah që Allah ka mundësu, e lusim Allahun që dhe të tjerëve, Allahu të amën se viteve të tjera, ja Rabbel Alemin, të cilë të kanë qenë më herët. Allahu na bashkoftën hajrë, në dynjatën ahiret, na i rujt mira që na i ka dhonë, e na i shtoft, sepse shumë të mira na ka dhonë Allahu. Shumë të mira na ka dhonë Allahu, ndërto edhe mundësia me shku në haxh, ma dje që pe Prishtinë, në kam, me në avtek në kam, shkojnë në Prishtina. Me në avtek shkojnë në kam në Prishtinë. Me shku pe Prishtinës në të venet shajta, marë në Prishtinë është një meti madhë i Zotit, shumë një meti madhë i Allahut, e milan shëndash, e në sigurt, e mësë më tutë që ti gjona e kje që runa zë pe insanit, pe armiku, pe dëshmanit, se pe ka derëve të Zotit, nuk muna me mbrojt rëbë të tonë, pe ka derëve mbroni madhi Allah Azza wa Jall, andaj atina e lojnë e manet, këta që e lojnë a këto, e në nisëm për të Zotit jonë të bareke vë të ala, në të rështë ata që kanë me shku, Allah ju ruajt e ju ndëroft, ja Rabbel Alemin, e gjithë në gjenet ju qoft, ja Rabbi, Allahumma amin, falemderit shumë Zotë shpërblet, falemderit kretar, falemderit kremam, Allah i ndëroft, banë halal për kohën, Zotë shpërblet, selam aleikum.